Pas zirat, Banka e Shqipërisë ka hapur rrugën një banke tjetër që të futet në treg. Banka Qendrore ka dhënë miratimin paraprak për licencimin për herë të parë të një banke digjitale në vend, e cila pritet të fillojë operimin online gjatë 2026-s. Në një intervistë për televizionin Skan, pedagogja Besarta Tafa u shpreh se JetBank operon plotësisht në mënyrë elektronike dhe do t'i ofrojë mundësinë qytetarëve që të kryejnë transaksione më të shpejta, si dhe të përfitojnë produkte të personalizuara. Kjo operon pa deg fizike, duke përdorur aplikacionet ose sistemin digital, gjë që bën të mundur efikasitetin në transaksione dhe në veprimtari bankare. Përfitimi i qytetarëve është i shumëanshëm, mund të themi. Së pari ata ka mundësinë që të kryejnë transaksione në mënyrë të shpejtë dhe të menjëhershme, gjithashtu kostot e këtyre transaksioneve ulen ndjeshëm, i jep mundësinë që të marrin dhe të kryejnë pagesa në kohë reale, gjithashtu duke integruar dhe sisteme si SEPA, gjithashtu i jep dhe mundësinë që të kenë produkte të personalizuara, duke qenë se sistemi digital përdor bazën e të dhënave të konsumatorit për të ofruar produkte të personalizuara sipas kërkesave konsumatore. Lirimi i tregut bankar aktual me një bankë si Jet do të nxjisë edhe më tepër konkurrueshmërinë ndërmjet aktorëve të këtij tregu, e cila mund të përkthehet në ulje të ndjeshme të kostove dhe tarifave të transaksioneve. Së pari rrit konkurrueshmërinë dhe konkurrueshmëria e lartë do të thotë një shërbim më i mirë në sistemin bankar. Një avantazh tjetër për sistemin bankar është edhe mundësia për të rritur inovacionin. Përfitimet janë të shumta, por edhe sfidat po ashtu. Sipas saj, siguria kibernetike apo edukimi i ulët i qytetarëve mbi digitalizimin bankar mund të jenë disa nga këto sfida. Së pari është siguria kibernetike dhe në mënyrë që të jemi të mbrojtur nga çdo rrezik i mundshëm, duhet të kemi të aplikuar një siguri shumë të lartë për të gjitha transaksionet dhe veprimet që do të kryhen nëpërmjet kësaj banke. Dhe së dyti, konsumatori shqiptar nuk është i edukuar akoma me digitalizimin në tërësi, pavarësisht se e përdor në sektorë të ndryshëm, por në mënyrë që sistemi të përdoret në mënyrë sa më efikase dhe të arrijë përfitimet e veta maksimale, duhet që konsumatori të edukohet për mënyrën e përdorimit të këtij sistemi digital. Aktualisht në vendin tonë operojnë 11 banka, me dhënien e miratimit paraprak të Jet dhe Ziraat Bank. Ky numër pritet të shkojë në 13 gjatë vitit të ardhshëm.